Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq të mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Fillimisht njëherë ju uroj të gjithëve një fundjavë të mbar, ju uroj një ditë pozitive, një ditë me energji të mirë dhe ju uroj që Zoti t'ju jap vetëm bekime dhe madhështi në këtë ditë të bekuar. Dua të nis sot këtë maraton të gjatë komentimesh me një nga ngjarjet dhe me një nga historitë e bukura që ka zënë vend të rëndësishëm në medien rroz. Ju e dini shumë bukur që fansat janë entuziast të dinë rreth Mateos edhe Brikenës. Mateo dhe Brikena është çifti që komentohet gjithandej, çifti për të cilin flitet gjithandej dhe çifti për të cilin bëhen analiza të mëdha gjithandej. Domethënë duan të dinë gjithçka që ka të bëjë rreth kësaj dysheje. Pas një pune entuziaste dhe pas një suksesi të jashtëzakonshëm që Mateo pati me Brikenën, që Mateo kaloi me Brikenën, që Mateo u duartrokit me Brikenën, me patjetër që dyshja fantastike dhe dyshja shumë e dashur e publikut do t'i jepnin rëndësi vetes së tyre. Ku ka më bukur se sa pas një lodhje të madhe dhe pas një suksesi të jashtëzakonshëm, të përzgjedhësh të qetësosh shpirtin me njeriun që ti do. Domethënë, pushimi bëhet edhe më i bukur kur je pranë femrës që e do dhe kur je pranë vajzës që ti të ka dhuruar të gjitha ato emocione dhe të ka dhuruar gjitha ato dimension të bukur të dashurisë. Mateo dhe Brikena në një farë mënyre po kalojnë muajin e mjaltit të parë të tyre, muajin e parë të dashurisë. Ato kanë udhëtuar drejt Bodrumit, tashmë të gjithë e dim që çifti ndodhet në Turqi, për të kaluar disa ditë relaksi, për të ndenjur bashkë me njëri tjetrin dhe për të ndarë momente të bukura me njëri tjetrin. Domethënë Mateo dhe Brikena kanë përzgjedhur që të largohen nga zhurma e përditshmërisë, të largohen nga paparazzi, të largohen nga jeta e përditshme për disa ditë të aratisen drejt Turqisë atje ku po kalojnë çaste të bukura. Dita e djeshme dhe nata e mbrëmshme ka qenë në fakt një natë shumë surprizuese. Unë në komentimet e mia që bëra ditën e djeshme pata thënë që Mateo dhe Brikena do të bëjnë lëvizje, Mateo dhe Brikena do të hedhin ndonjë foto, sepse edhe ato vetë dinë shumë bukur që publiku ka shumë nevojë për ato fotografitë e tyre, për atë energjinë e bukur, për atë pozitivitetin e bukur që ato të dy japin dhe kështu bën Mateo dhe Brikena përzgjodhen që të hedhin një foto në ashensor duke zbritur poshtë në restorant me patjetër në momentin e darkës. Brikena si gjithmonë e veçantë, domethënë edhe në Big Brother që kishte stil shumë interesant, shumë unik, ashtu edhe në pushime, domethënë e bukur, e veçantë, joshëse. Një vajzë që jam i bindur që Mateo falenderon Zotin që e ka në krah një person siç është Brikena dhe si gjithmonë Mateo që është i plotësuar në të gjitha dimensionet me një femër si Brikena në krah. Domethënë çifti duke që po kalojnë momente të bukura, duke që po ndërtojnë atë folen e dashurisë, sepse nuk mund të themi që e ka ndërtuar, unë mendoj që dashuria rritet edhe më shumë me afrimitetin që bëjnë, me momentet që kalojnë, me kohën që ndajnë bashkë, me thënë merë edhe më shumë kuptim dashuria dhe lidhja, dhe kështu që këto emocione bëhen më fantastike dhe bëhen më joshëse, do me thënë, Brikena dhe Mateo kalojnë çaste fantastike dhe kalojnë momente të bukura duke ndarë momente me njëri tjetrin. Të gjitha ato gojthëna në fakt që kanë qenë rreth këtij çifti për marrëdhënien e tyre, për historinë e tyre të ndërtuar,
Në kuptohet që bie në tokë, marrëdhënia është shumë e mirë, unë e kam thënë gjithmonë dhe dua të jem koherent në atë që kam thënë, marrëdhënia është shumë e mirë, marrëdhënia është shumë e bukur, historia e dashurisë së tyre po vazhdon të rritet edhe më shumë. Jam i bindur që këtë verë në asnjë mënyrë, por në verën tjetër edhe mund të ketë një diçka pak më shumë rreth çiftit, do me thënë për të ndërtuar pak më me seriozitet këtë marrëdhënie, por derisa marrëdhënia është e hapur, nuk kupton që edhe të dy familjet janë dakord dhe gjërat janë në rregull. Mateo dhe Brikena do të jenë për disa ditë në Bodrum, më pas për të kthyer në Shqipëri dhe Kosovë, në këtë rast Mateo në Shqipëri ndërsa Brikena në Kosovë, për të nisur me planet e ardhshme, me patjetër që dyshja do të ketë plane shumë interesante. Mateo gjithmonë i fokusuar tek pjesa e medias, por edhe tek pjesa e palestrës, duke mos e lënë anash dhe biznesin të tip privat që tani ka kuptim edhe më të plot, ndërsa nga ana tjetër Brikena duke u fokusuar qartazi tek media, tek roli i saj si moderatore dhe duke marrë role interesante në televizionin Top Channel, që në fakt unë personalisht si Tiron e pres që Brikena do të ketë një rikthim të fuqishëm në media dhe një rikthim që vërtet do të jetë rikthim edhe më dinjitos, ashtu siç ne jemi mësuar që ta shohim. Do të thënë, po përgatitet një rrugtim shumë i bukur, po përgatitet një rrugtim shumë pozitiv, po përgatitet një rrugtim me shumë energji të mirë nga çifti, vetëm do të thënë duhet durim dhe duhet dashuri, ashtu siç japin ato, të japim edhe ne kundër tyre. Unë gjithmonë, sinqerisht, domethënë kam besuar tek marrëdhëniet, kam besuar tek këto dashuri, kam besuar tek këto storie dhe jam i bindur për këtë gjë që çifti do të shndrit edhe më shumë në rrugtimin e tyre të romancës edhe të dashurisë. Unë i uroj Brikenës edhe Mateos vetëm pushime të mbara, do kisha bërë një lutje kundër drejt tyre, sepse jam i bindur që ndjekin videot e mia që të postojnë sa më shumë momente të bukura. Ne të gjithë duam të jemi pjesë të pushimeve të tyre, do me thënë sa më shumë postime bëjnë ato, aq më shumë na bëjnë pjesë të këtyre pushimeve dhe të këtij udhtimi kaq fantastik dhe uroj me zemër që dyshja të jenë të argëtuar dhe të jenë të kënaqur në këtë moment të bukur që po kalojnë në jetën e tyre. Unë mendoj ndryshimi i ambientit dhe ndryshimi i përditshmërisë është pikërisht ky ndryshim i energjisë që të dhuron një energji pozitive, që të dhuron një energji më të bukur dhe që të dhuron një energji vërtet më shumë të dashur. Unë ju uroj të gjitha të mirat çiftit, ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV për lajmet më të fundit dhe ngjarjet që kanë të bëjnë me showbizin shqiptar. Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të sjellur videon dhe për të bërë komentet e radhës. Dua të ndaloj tek një nga personazhet më të komentuar, domethënë janë dy vajza në fakt që tashmë siç duket ambienti i Top Channelit, puna e Top Channelit i ka bërë që këto dy goca të jenë shumë afër njëra tjetrës dhe i ka bërë që të dhurojnë shumë energji dhe dashuri me njëra tjetrën. Do flas konkretisht për Heidi Bacin edhe për Egli Takon. Heidi Baci dhe Egli Tako janë në Shënjestër. Publiku ka qenë shumë kureshtar të kuptojë në qoftë se dy vajzat po bëjnë diçka përtej punës, domethënë përtej pushimeve, përtej energjisë të madhe të punës, a ka një diçka më tej në këtë mes. Por nga investigimet që ne kemi bërë, domethënë pasi që ne jemi gazetar për të punë, kemi arritur të kuptojmë që Heidi dhe Egli, edhe pse kanë patur storje të dashurisë shumë të komentuar, kanë patur storje të dashurisë shumë të përfolur, kanë patur storje të dashurisë shumë të debatuar në një farë mënyre, nuk japin zemrën njëra tjetrës në kuptimin e dashurisë, domethënë, nuk i besojnë dikujt që të lidhin historinë e tyre të dashurisë. Është përfolur deri diku që Heidi mund të ketë patur akoma dyer të hapura me Romeon,
por nuk ka një fakt domethënë të sigurt. E dim që Romeo nuk ka ndërtuar një lidhje dashurie dhe Heidi gjithashtu nuk ka ndërtuar një lidhje dashurie. Domethënë Heidi duke që është shumë e qetë, duke që është shumë pozitive, gjithmonë poezitë e saj, gjithmonë shkrimet e saj kanë qenë me tendenca, domethënë me tendenca kundërdrejt një historie dashurie që Heidi ka patur, por gjithsesi domethënë ka mbetur thjesht në kuadër të asaj dashurie, ka mbetur në kuadër të asaj gjëje të bukur që Heidi e nisi me Romeo. Gjithashtu edhe Egli, siç duket, vazhdon që të ruaj atë lumturinë e saj, vazhdon që të ruaj atë pozitivitetin e saj dhe në një farë mënyre nuk e kanë gjetur akoma atë zemrën binjake që do t'i bënte vajzat të besonin në atë storje të bukur të dashurisë dhe ta ndërtonin atë storje të bukur të dashurisë. Domethënë nuk ka asnjë gjë në raport me historitë e tyre dhe me atë emocionin e bukur që këto dy vajza e kanë ndërtuar. Kemi parë së fundmi që Heidi po shijon pushime të bukura, ka postuar fotografi shumë tërheqëse, një vajzë tepër dinjitoze dhe një vajzë shumë e ëmbël, dhe nga ana tjetër gjithashtu edhe Egli po shijon këto momente dhe po kënaqet në jetën e saj duke e shijuar bukurinë shqiptare në të gjitha dimensionet.